Zotit ton Jezu Krisht, do të lexojmë tani nga Dhjata e Re tek Ungjilli sipas Gjonit në kapitullin e 20 nga fillimi. Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 20. Ringjallja. Kapitulli 20 tek Ungjilli sipas Gjonit nga paragrafi i parë. Por ditën e parë pas së shtunës në mëngjes kur ishte ende errët, Maria Magdalena shkoi te varri dhe pa se guri ishte hequr nga varri. Atëherë rendi te Simon Pietri dhe te dishepulli tjetër të cilin Jezusi e donte dhe u tha atyre, e kanë hequr Zotin nga varri dhe nuk e dim ku e vun. Atëherë Pietri dhe dishepulli tjetër dolën jashtë dhe u nisën për te varri. Rendnin të dy bashk, por dishepulli tjetër rendi përpara, më shpejt se Pietri dhe arriti i pari te varri. Dhe si u përkul pa pëlhurat prej liri që ishin në varr, por nuk hyri aty. Arriti edhe Simon Pietri që po e ndiqte, hyri në varr dhe pa pëlhurat prej liri që ishin për tokë. Dhe rizën që qeven mbi kokën e Jezusit, ajo nuk ishte bashkë me pëlhurat, por ishte palosur në një vend veç. Atëherë hyri edhe ai dishepulli tjetër që kishte arritur i pari te varri, pa dhe besoi. Ata në fakt nuk e kishin kuptuar ende shkrimin sipas të cilit ai duhej të ringjallej së vdekurit. Pastaj dishepujt u kthyen përsëri në shtëpi. Por Maria kishte mbetur jashtë varrit dhe po qante dhe duke qaru përkul brenda varrit dhe pa dy engjëj të veshur me të bardha ndenjur, njëri te kryet dhe tjetri te këmbët e vendit ku që trupi i Jezusit. Ata i than, o grua, pse po qanë? Ajo u përgjigj atyre, sepse kanë hequr Zotin tim dhe nuk e di ku e kanë vënë. Si tha këtë, ajo u soall prapa dhe pa Jezusin që qëndronte në këmbë, por ajo nuk e dinte se ishte Jezusi. Jezusi i tha, o grua, pse po qanë? Kë kërkon? Ajo duke menduar si ishte kopshtari i tha, Zot, po e pa të hequr ti, më trego ku e vure dhe unë do ta marr. Jezusi i tha, Mari, dhe ajo atëherë u kthye dhe i tha, Raboni, që do të thot mësues. Jezusi i tha, mos më prek, sepse ende nuk u ngjita tek ati im, por shko te vëllezrit e mi dhe u thuaj atyre se unë po ngjitem tek ati im dhe ati juaj, te Perëndia im dhe Perëndia juaj. Atëherë Maria Magdalena shkoi t'ju njoftoi dishepujve se kishte parë Zotin dhe sa i kishte thënë këto gjëra. Është një moment i veçantë për Marian, vëllezër dhe motra, një moment i veçantë sepse aty ku nuk e priste, nuk e fantazonte, pa pritur, gjendet vetëm me Krishtin. Tregon fytyrën e saj, nuk e din se Krishti është përpara saj. I flet, dëgjon zërin e saj. Ka bërë këtë hap, sikur se tham përpara, këtë hap pra Maria, Dhe Jezusi, si që kërcen mbi malet dhe ka përcen kodrat, erdhi në vend për të takuar. Nuk është e mundur të kërkosh Krishtin dhe ai të mos vijë. Nuk është e mundur. Dëgjoje mirë, dëgjoje në qetësinë dhe në lutjen tënde. Shpesh herë presim ta shohim të lavdishëm, me tërmet, me zjarr, me zhurmë të fortë, ashtu sikur se priste Elia në shpellë për të dëgjuar Krishtin. Por erdhi Zoti nëpërmjet fishkëllimit të një ere të lehtë. Dëgjoje, shikoje fytyrën e tij në të përditshmen tënde, nëpërmjet veprimeve të tij shifi. Është e vështirë periudha për dishepujt, mbase më e vështirë që përjetuan ndonjëherë, ashtu sikur se dhanë jetën e tyre për 3 vjet e gjys pak a shumë përdit me Krishtin, përkushtuan jetën e tyre dhe gjithçka që kishin. E ndoqen dhe thanë, ja të gjitha i dham o Zot, për të ndjekur ty i lam të gjitha, thot Pietri Krishtit.
e dëshmon dhe nuk mburret për këtë se të vërtetën thot, të gjitha kishin Krishtin pranë tyre, e preknin, e dëgjonin, shifnin mrekullit që bënte Krishti, veprimet që bënte. Ishin qetësuar, do të thoja, në Krishtin dhe në praninë e tij që ishte këtu në mish në tokë. Dhe mundësisht ngjiteshin edhe mendimet në mendjet e tyre duke pyetur se tani do të vesh mbretërinë tënde, do të bëhesh mbret sikur se na ke premtuar, dhe ne do të jemi të lartë të pranë teje, që na ke premtuar, të jemi bashkë, por jo, Krishti ka një plan të mrekullueshëm për dishepujt, por edhe për ne, ku nuk ishim atëherë, por jemi sot. Të besojmë edhe ne sot, që të shpëtohemi edhe ne, të hyjmë edhe ne në mbretërinë e qiejvet. Dhe bëndurim Zoti, për këtë arsye nuk është bërë akoma rrëmbimi i kishës. Bëndurim për ne, që të kthehemi, që të ndreqemi, që të kërkojmë të dashurin e shpirtit ton, Zotin ton dhe Perëndin ton, dhe të bëj edhe shpëtim në delet e tjera të vathës të Zotit. Duhej pra të ikë te Krishti në mish, le që tha se unë do të vi dhe do të banoj unë dhe ati im në ju nëpërmjet frymës të shenjtë, sepse do të dërgoj tjetër ngushëllues të qëndroj në ju, frymën e të vërtetës, të cilën bota nuk e shef dhe as nuk mund ta kuptoj, por ju e dini, ne njohim dhe dim se ç'është fryma e shenjtë. Aleluja. Krishti jon banon nëpërmjet frymës të shenjtë, mrekulli e madhe dhe falenderojmë Zotin për këtë. Por Krishti u kryqëzua, e pa në Gjetsemane që ti lutet atit, e pa në dishepujt, të lutet me lot tek ati, e pa në kryq të Golgotës pas disa orësh që të lej frymën e tij të fundit. Dhe shpresa jon humbi, thanë ato dy që po shkonin për në Emaus. Dëshmuan dhe thanë se ne shpresuam në të se do të vepronte, do të bente, do të veproj Zoti. Prite, do të veproj Zoti. Ndalo të mos shkosh për në Emaus, kthehu në Jeruzalem. Kthehu në këtë moment, kthehu në Jeruzalem. Dhe thot, dishepujt të mbledhur për në një dhomë atje në një shtëpi dikun nga frika e judejvet, ku ishin, se kishin frikë, kishte mposhtur frika, vëllezër dhe motra, kur nuk kemi frymën e shenjtë, kur nuk na mbush Zoti me frymë të shenjtë, ose kur nuk shkojmë ne të kërkojmë, atëherë na mbush frikë, na mbushet zemra jonë me frikë. Maria, mbase e pa shpresme edhe ajo, mbase dishepujt ashtu sikurse ishin atje të friksuar, kanë kaluar 2 ditë dhe e treta është kjo ditë ku Krishti është kryqëzuar, por Maria mori një vendim të mirë. Ditën e parë të javës, që është e diela pra, shkon tek varri në mëngjes të së dielës, shpejt e shpejt, aty ku akoma nuk kishte dalur drita, që të mos e shifnin mbase, të mos e njihnin në errësirë, shkoi tek varri. Çfarë shkoi të gjej tek varri ajo grua? Për çfarë arsye vajti atje? Vëllezër dhe motra, e deshi trupin e Krishtit, Maria. Donte të shkonte ta lyente me vaj, me erza të këndshme, donte të shkonte ta shifte qoftë edhe në varr, donte të ishte pranë Krishtit. Këtë dëshirë të sajën e lexoi Zoti. Këtë dëshirë të sajën e lexoi Krishti dhe pret të shoh se çfarë do të bëjë Maria. Dhe pret Krishti të shoh se çfarë do të bëjmë ne, jo vetëm këtu që qëndrojmë sot në praninë e Zotit, por edhe kur të jemi në shtëpinë tonë, apo të nesërmen kur të jemi në të përditshmën tonë, pret Zoti të shoh se çfarë do të bëjmë, si do t'i afrohemi. Shkon pra dhe shef se si guri ishte hequr nga varri dhe çfarë të bëj, shkon tek Pietri dhe i thot. Pietri flet me Gjonin, e dëgjuan, vajtën edhe ato tek varri, vrapojnë edhe ato, shohin se varri me të vërtet ishte bosh,
Shofin qaqafin që ishte i mbështjell për tokë dhe riza që kishte në kokë të palosur të kryet. Por duam të shohim tani ndryshimin e Pjetrit dhe të Gjonit në krahasim me Marin. Ndërsa Gjoni thot në paragrafin e 8 e pa dhe besoj. Pa dhe besoj se Krishti u ringjall. Këtë besoj Gjoni. Besoj se Krishti trupi i tij nuk është aty. Sepse nuk i kishin kuptuar akoma shkrimet se ai duhet të ringjallej, pra nuk besonin në ringjalljen. Dhe u kthyen përsëri Pjetri dhe Gjoni dhe Pjetri mirë thash në shtëpi. Shkuan të bëjnë ato që bënin zakonisht, domethënë përsëri ose ditë që kaluan. Por Maria nuk bëri të njëjtat gjëra. Maria qëndroi atje afër varrit të presë se çfarë do të bëhet. Maria priti, Maria donte të dashurin e shpirtit të saj. Ai që e çliroi nga demonet, ai që e çliroi nga mëkati që kishte ajo grua, nga prangat e mëkatit, të ka çliruar Zotin nga prangat e mëkatit. Thuaja të falenderit o i dashurim, dua të shoh, të vi përsëri pranë teje dhe të ndjej ngrohtësinë tënde, të më japësh forcë dhe të më japësh hir. Maria e pa shpresë të ringjalljes, ajo aty priti. Nuk iku. Maria ishte pranë varrit duke qarë për jashta. Nuk hyri brenda. Nuk e vlerësoi veten të dejt të hyje brenda, por ajo qëndroi jashtë dhe vazhdoi të qaj zemër e butë. Kur të shoh lotët e tu Zoti, nuk mbetet, domethënë nuk qëndron i paprekur prej tejet. Dhe papritur nuk vjen Zoti, por vijnë dy engjëj të cilët shfaqen. Përse nuk shkoi Zoti në atë moment? Vajten dy engjëj me të bardha, njëri tek vendi në varr brenda nga kryet dhe tjetri nga këmbët ku ishte Jezusi dhe Maria për jashta. Dhe i thojnë Marias, o grua, përse qan? Derisa dimri kaloi, pranvera duket tani me. Përse qan? Shifi pak lulet rreth e qarktejet. Kur shef lulet nuk thua se erdhi pranvera, pastaj do të vijë vera, do të vinë pushimet, do të ham rrush, do të ham fiq, kështu nuk themi të gjithë. E dim se sa po të kalojë dimri do të vijë pranvera dhe vera. Shifi pra lulet rreth e qarktejet që po qelin. Përse qan Mari? Dhe vazhdon Maria, sepse e morën Zotin tim dhe nuk e di se ku e kanë vënë. Zotin tim, të dashurin e shpirtit tim, që thoshte te kantiku i kantikëve që lexuam përpara. Ky është ai shpirti që qëndron duke kërkuar gjithmonë Zotin. Përsëri akoma se ka parë Krishtin, akoma se ka kuptuar dhe akoma nuk e din se ç'është ringjallja. Por ajo aty pret, nuk e di çfarë pret, por kërkon trupin e Krishtit, nuk e di si ku e kanë vënë. Dhe pasi e tha këtë, u kthye mbrapa dhe pa Jezusin në këmbë pranë saj. Duke parë Jezusin pranë, nuk e kuptoi se ishte Jezusin, kuptoi ose mendoi se ishte kopshtari. Dhe dëgjon atë njeri t'i flas që ishte Jezusi, o grua përse qani, thotë edhe ai. Kë kërkon? Dhe përsëri shifni engjëjt pyetën përse qan, kurse Krishti thotë kë kërkon dhe kërkon Krishti të shoh se kë kërkon shpirti jon. Çfarë kërkon? Gjërat e botës të mbushë zemrën tonë gjithë ditën? Apo kërkoj Krishtin të mbushë jetën time? Maria kërkon Krishtin. Dhe pikollimi i saj, ankthi i saj, mërzia e saj për 2-3 ditë që s'e ka parë as pak, ju bën diçka që të mbetet vetëm me Jezusin. Aleluja, as kush tjetër. As Pietri, as Gjoni, as ushtarët. Maria me Jezusin vetëm. Dhe të shohim vëllezër dhe motra, të shohim se sa herë në shkrim, disa herë njerëz që mbeten vetëm me Jezusin. Më kujtohet tani ajo gruaja që shkeli kuroren
Ajo që ishte në mëkat e moren duke shkelur kuroren dhe ishin gati ta vristin me gur një hap përpara vdekjes, që ishte Zoti e çliroi. Një hap përpara vdekjes do të çliroi Krishti. E priti këtë ajo grua që u zu në flagrancë duke shkelur kurorën? Jo, por e çliroi i dashur i shpirtit të saj. Mbeti vetëm me Jezusin dhe vazhdoi të flase. O grua, i tha, ku janë ato që të akuzuan? Djalli u turpërua. Aleluja, të fala unë, përparo mos ki frikë. Ec përpara. Të kam falur unë, Krishti. Zakeo, kush është Krishti? Donte të dinte se kush është Krishti, dëgjonte për Krishtin dhe kishte një pikpyetje brenda tij duke thënë se kush është ky Krishti? Të shkoj ta shoh nga aty ku do të kaloj. Do të shkoj të ngjitem në një pemë dhe të shoh kur të kaloj. Ku do të takosh Zotin? Aty ku kalon ai. Ku kalon Krishti? Nëpërmjet kishës të tij kalon Krishti. Nëpërmjet fjalës të tij kalon Krishti. Nëpërmjet frymës të shenjtë kur të mbushësh kalon Krishti. Kur të marrim trupin dhe gjakun e Krishtit. Në marrëdhënie në bashkësi me njëri tjetrin kalon Krishti. Por ja gjeti pengesë Zakeu, ishte i shkurtër në shtat dhe nuk mund ta shifte për arsye të njerëzve Jezusin. Çfarë bëri? Hoqi dorë që të mos e shoh më? Jo. Ka për Pjetrin dhe për Gjonin. Këtu Zakeu thot dua ta shoh, do të ngjitem mbi një fik atje në pemë, ta shoh dhe erdhi ora kur Krishti ndalon poshtë, i flet dhe i thot të shkojnë në shtëpinë e tij dhe mbeten ato të dy së bashku në shtëpinë e tyre. Dhe kur ti je bashkë me Zotin që të flasësh, vetëm i bekuar del prej tij. Samaritania, një grua që nuk e donte askush, sepse ishte mëkatare, u gjend tek pusi i Jakobit duke diskutuar vetëm me Krishtin. Dishepujt ikën dhe Krishti i kishte përgatitur të gjitha që të takonte këtë samaritanën. Një grua që përveç të tjerave ishte edhe mëkatare, sikur se tham, edhe samaritane për judejt që nuk flisnin me samaritanet. Por edhe për atë shkoi Zoti, shkoi Krishti. Dhe çfarë bëri? E çliroi. Dhe e bëri edhe shkak shpëtimi. Dhe Maria Magdalena, ajo që qëndron përpara Zotit këtu, vëllezër dhe motra, dimri erdhi në jetën tonë. Për të na dhënë rastin me këtë mënyrë Perëndia që të qëndrojmë vetëm me Krishtin dhe të japim fryt. Është rasti të afrohemi, të shkojmë pranë tij, të bijmë në përqafimin e tij, të dëgjojmë zërin e tij. Kështu edhe këtu Maria Magdalena. Dhe dini diçka? Dëshira që kishte ajo grua për trupin e Krishtit që ta vesh, që ta lyej me vaj, çfarë bëri? E bëri të jetë vetëm me Krishtin të flasë me të, ku as dishepujt nuk e shijuan këtë, në atë darkë e pan dishepujt që të 10-ët, por ajo vetëm me Jezusin i dha dhe një mision Zoti. I thot, mos më prek Mari, sepse akoma s'kam vajtur tek Ati. Por shko tek vëllezërit e mi dhe u thuaj se po shkoj tek Ati im dhe Ati juaj, dhe Perëndia im dhe Perëndia juaj. Dëshira që ke për trupin e Krishtit, për vëllezërit, për nevojat e vëllezërve, për nevojat e kishës, sepse don të shërbesh kishën si trup që është trupi i Krishtit. Amen, vëllezër dhe motra. Është trupi i Krishtit vëllezërit dhe kisha. Kjo dëshirë do të bëj atje ku do të takosh Zotin, të jap edhe mision Zoti. Të shkosh ta ngushëllosh, ta përforcosh, të marrish nga ajo që të dha Krishti në marrëdhënien tënde me Zotin dhe ta japësh tek vëllezërit e tu. Dhe kështu Maria, vëllezër dhe motra, e dëgjoi thirrjen e të dashurit të saj, e pam tek kantiku i kantikëve, pam se si na shef Krishti, si na pret Krishti, si pret të shohim hapin e parë ne, e them përsëri, pendesa është e para, kthimi është e para, të javën e kaluar
që kaloj kishim agjerim dhe lutje, kishim zinxhirin e lutjes vëllezër dhe motra, dhe lutjen të premten lavdi Zotit me pendes vëllezër dhe me kthim që nuk do të ndalojmë pendesën, vazhdojmë dhe pendohemi sepse njerëz jemi të dobët. Gjithmonë pendesa, por është fillimi është pendesa. Shifi lulet, shifi tokat ku dalin lulet prej saj dhe prit të vijë bekimi i madh dhe fryti që ne nuk mund ta fantazojmë, por Perëndia do të na jap për lavdinë e tij. Amen.